Kjo është pjesë e hetimeve, unë nuk kam asnjë dieni për këtë dhe nuk mund bëj asnjë koment për gjysmë të vërteta që dalin lart e poshtë. Do bëhen hetime, do bëhet proces, do bëhet gjykim, është proces që do t'rregojë në fund, por di një gjë, që në krye të skuadrës së Akshit është një grua që ka respektin tim të padiskutueshëm, Linda Karçanaj, e cila sot është mas sigurie në një shtëpi me qera ku jeton, pasi ka jetuar deri pak vite më parë në shtëpinë që dikur ishte e prindërve në një apartament të kohës komunizmit. Dhe që e njoh për 20 vjetësh, që punon pa orar dhe që ka udhëhequr gjithë të transformim që është epokal për Shqipërinë. Këtë di ta them me plot gojë. Kështu që në këtë pikë, po, është protagonistja kryesore e transformimit digjital të Shqipërisë me një respekt absolut ndërkombëtarisht në të gjitha këto institucione dhe në të gjithë sferë. Dhe për pjesën tjetër që juve më pyesni, unë po e përsëris. Çfarë thoni ju sot, bazuar në copza të nxjera rrugëve nga ata që duhet ruajnë sekretin hetimor, nuk është absolutisht e mjaftueshme për të dalë në përfundime mbi fajin apo pafajësinë e njerëzve. Kujdo qoftë, janë gjysmë të vërteta. Ose janë, jo gjysmë, po janë çerek të vërteta, sepse gjëja është shumë më e madhe, nxjerrët një copë këtu, nxjerrët një copë atje, dhe kjo është e njohur, ka ndodhur edhe në vende të tjera. Ushqehet publiku me këto gjëra për të dënuar në sytë e opinionit njerëz që kanë të drejtën të prezumohen pafajshëm deri kur t'i dënojë gjykata. Degenerohen në publik, krijohet ideja që këtu ka një gjë të madhe, që këta njerëz janë kështu, që ky është llum, që këta janë llum, që këtu llum, atje llum, dalin dhe këta pastaj të kapakët e tenxhereve ndarke që marrin paga maramëndse të padeklaruara, dhe që pastaj flasin për pensionistët, ndërkohë që nuk ju paguajnë pensionistëve atë që ju takon pensionistëve nga rroga e tyre, edhe vazhdon historia. Unë nuk marr pjesë në këtë histori. Unë thjesht dhe vetëm jam në dispozicionin tuaj si personazh që të më fusi në tenxhere nga mëngjesi deri në darkë. Po mos harroni një gjë, mua çfarë nuk më vret vetëm më forcon. Këtë keni parasysh. Kështu që po doni të më dobësoni, mos tentoni të më vrisni. Flas të më vrisni metaforikisht, se larg qoftë fizikisht, se atë pastaj nuk e kemi në dorë, po flasim për këtë që ju keni në dorë. Urdhëro. Ola Luku nga Vision Plus. Zoti Kryeministër, a jemi ne gati si vend për të nisur me procesin e mbylljes së negociatave 6 mujorin e parë të 2026-s? Faleminderit. Po të shikojmë a jemi gati as jemi gati. Unë di që unë nuk e kam nxjerrë nga xhepi, siç thoshin tenxheret në kohën e fushatës. I mbani mend tenxheret apo jo? Që zihenin. Kush je ti që e thua, po ku e di ti, po si e di ti, këta që barkun e kanë në tru edhe trurin e kanë në bark. Dhe vërteta është që Komisioni Evropian, pra ata që kanë dorë të ndjekin, të hapin dhe të mbyllin, na ka vënë tavolinë marrëveshjen dhe kemi bërë marrëveshje. Në 2027, deri në fundin e vitit, duhet t'i mbyllim. Por natyrisht ne duhet bëjmë pjesën tonë. Kështu ne do bëjmë pjesën tonë, ata do bëjmë pjesën e tyre, tenxherët do bëjmë pjesën e vet, edhe të gjithë do përgjigjen për secilën pjesë. Përgjigjen tenxherët e marrin në zgjedhje, kuptohet, kështu që do kemi zgjedhje prapë, do shohim. Edhe një pyetje sa i takon drejtimit të Bashkisë së Tiranës, prej muajsh kryebashkiaku ndodhet në paraburgim. A do të ndërmerren hapa ligjor nga ana juaj apo e Partisë Socialiste për të ndryshuar drejtimin e Bashkisë së Tiranës? Rast tipik, apo do të vijojnë në këtë formë derisa të ketë një vendim të formës së prerë? Rast tipik
i asaj që thash përpara dhe asaj që folëm përpara. I kyçur në qeli pa gjyq. Dhe ndërkohë vazhdon kërkimi i provave. Unë akoma se kam marrë vesh çfarë ka bërë konkretisht, personalisht, që t'jemi të qartë. Nuk e kam kuptuar çfarë ka bërë. Korrupsion, në kuptimin e fjalës korrupsion, nuk kam parë. Mbase nuk e kam parë unë. Por unë di një gjë, që çdo qytetar i kësaj republike, i cili nuk është pjesë e organizatave kriminale, dhe kur flas për organizata kriminale, nuk flas për këtë konceptin e ri që ka dalë tani grupi strukturuar, e kupton? Se grupi strukturuar do të thotë një grup njerëzish që ndajnë një qëllim të përbashkët, që punojnë natë e ditë për qëllimin e përbashkët dhe që bëjnë keq për një qëllim të përbashkët. Këta janë tjetër gjë. Dhe natyrisht që këta për rrezikshmërinë që kanë, normalisht që ka shumë më tepër arsye për të menduar që paraburgimi është gjë e dur. Dhe pastaj përjashtor rastet e veprave të rënda ku përfshin dhe korrupsioni në flagrancë, që përsëri është pa diskutim fare natyrshme që të përfundoj në paraburgim, të gjitha rastet e tjera të paraburgimit duhet të jenë shumë të argumentuara. Shumë të argumentuara. Unë argumenta paraburgim, përveç se ashtu si thot Këshilli i Evropës, nuk kam parë. Gjërat përgjithshme, rrezik për prishje provash, rrezik për intimidim, siç ja bënin Hashim Thaçi, rrezik për intimidim e morën nga zyra, e rrasën brenda pa i ngritur akuzë akoma, e kupton? Pastaj doli akuza, është akoma atje. Po dali pa fajshëm, çfarë do ndodhi? Kush ja kthen ato vite mbrapsh? Që në fund të ditës ka një akuzë për cilën e mbështet populli vet, në kuptimin që nuk e pranon populli vet. Po kur akuzohesh për gjitha të zezat dhe në fund del që s'të provojnë asgjë, kush ta kthen jetën mbrapsh? Kështu që rast tipik. Kryetar bashkie. Teknika e marrjes kryetarit bashkisë, marrën kryetarit bashkisë Tropojës, mbyllet brenda atje, jo ke firmos, jo s'ke firmos. Po çfarë është kjo? Po si ja heq ti qytetit kryetarin e bashkisë, edhe e rras brenda se jo ke firmos, jo s'ke firmos, është firma jote, s'është firma jote. Si e bën ti këtë? Si e bën ti këtë më? Ai është zgjedh nga populli atje. Merë, gjykoje, ka të drejtën e gjyqit njeriu në një drejtësi demokratike. Dhe në fund, me prova, futen burg, nëse është për burg. Po s'mund ta burgosësh ti se do ti, dhe se ndihesh ti i fortë. Kjo është normale, nuk e bën asnjë vend, nuk e bën asnjë vend. Ne e kemi, në mos gabohem, atë numrin e të paraburgosurve, 94 në 100.000 veta. Mos gabohem. Ose në 1.000 veta. Belgjika ka 10. Tani, qa mendoni? Mendoni që Belgjika ka më pak kriminalitet se Shqipëria? Belgjika ka më shumë kriminalitet se Shqipëria. Belgjika është epiqendra e shumë gjërave që lidhen me drogën e me krimin e tjerë. Belgjika është i vend me shumë probleme. Po është vend demokratik, është vend ku ka drejtësi demokratike, si merr fut burg, hajde burg, pa gjyq. Kjo është e pa. Tani dhe më bën pyetjen, ç'a bëhet? Duke qenë pikërisht se është krye qyteti, nuk është
Edhe Tropoja nuk e ka luksin ta ketë në burg kryetarin e bashkisë. Pavarësisht se është në arrest shtëpie në atë rast, po çën si ka, nuk shkon punë. Pavarësisht se është një vend i vogël, po kryeqyteti merr i fut në burg kryetarin e bashkisë, para burgim, pa gjyq, pa gjë, u bë viti. U bë viti. Dhe ka deri në zgjedhje edhe 1 vit e gjys apo jo. Çfarë do bëjmë? Rri, s'ka problem. Çfarë them unë? Ç'ma kërkon mua? Unë e bëra një provë që t'i jepnim Tiranës si kryetar bashkie. Nuk funksionoi sepse gjykata kushtetuese tha kryetari i bashkisë ka Tirana. Në rregull, e ka Tirana, po ku e ka? Pa nxjerrin pra ta çojnë atje. Vazhdoi detyrën, pastaj nëse gjendet i fajshëm, shkoi të bëj dënimin. Ç'a bëhet këtu kështu? Kjo nuk shkon edhe këto janë probleme që duhen marrë seriozisht nga të gjithë. Duhet i marrë seriozisht qeverisja gjyqësore, duhet i marrë seriozisht inspektori i lartë i drejtësisë. Duhet i marrë seriozisht këshilli, duhet i marrë seriozisht vetë protagonistët. Këtu janë njerëzit. Hetohen, gjykohen dhe pastaj ndahet shapi nga sheqeri, por nuk mundet dot të si mundet çfarë? Çfarë janë këto kontrolle banesash, 50 kontrolle banesash për gjëra që kanë ndodhur para 5 vjetësh? Çfarë janë këto? Çfarë janë këto? Si mund të ndodhi kështu? Pastaj kontrollet banesave kanë rregulla. Mund shkosh futu atje, hajde të kapim çat kapim, gjejmë në gjë. Po të shohësh ligjin. Dhe mua më shqetëson për atmosferën që krijohet, më shqetëson për tensionin që krijohet, po natyrisht që për tenxheret është gjë e madhe, sepse Krishtlindjet, viti i ri, ç'pun kanë tenxheret me këto? Tenxheret kanë, shkoj ke shtëpia këtij, shkoj ke shtëpia, doli shtëpia, u fut ke shtëpia, u kap kjo. Një gjë e smur, komplet, sipas meje. Tani, që ta mbyllim me sukses këtë konferencë, paratë e shqiptarëve janë ato që rrisin pagat. Rritje e vazhdueshme e pagave. Paratë e shqiptarëve janë ato që i kanë bërë pagat e ushtrisë shqiptare më të lartat në rajon, edhe më të larta se sa ushtria e Serbisë. Paratë e shqiptarëve janë 1.7 miliard plus ekstra që do t'i kalojnë pensionistëve në këto 5 vite që vinë. Paratë e shqiptarëve janë ato që kanë financuar projekte infrastrukture që kur vinë të huajt, që i kanë bërë këto projekte me BE-n, thonë si ka mundësi që ju i bëni këto projekte dhe nuk jeni në Bashkimin Evropian. Në kuptimin që çfarë janë këto? Këto janë paratë e shqiptarëve. E kupton? Kështu që a ka këtu probleme me korrupsionin edhe me keq administrim? Po patjetër që ka. Po ku nuk ka? Dhe ndërkohë, çuditërisht, ç'a ndodh me këto organizata ndërkombëtare? Ç'a ndodh me këto institucione ndërkombëtare që thonë që ç'a ndodh me Komisionin Evropian që thotë Shqipëria është lider në rajon për menaxhimin e financave publike? Ç'a është menaxhimi i financave publike? Është menaxhimi i parave të shqiptarëve. Pse thon ata? Si ka mundësi që këtë narkoshtet dhe këtë lumb të madh në mes të Europës dhe këtë vend ku të gjithë vjedhin, si ka mundësi që gjithë këto institucione që shohin vrimën e gjilpërës nuk e shohin? Si ka mundësi? Apo i ka kapur narkoshteti dhe këto? Shqipëria nuk është e imja, është edhe e imja, po është e imja sa që është dhe e juaja. Dhe sa që është e prindërve tuaj, dhe sa që është e fëmijëve tuaj nesër, dhe jini një qikë më të kursyer me Shqipërinë. Pak më të kursyer, mëse po flasim për Shqipërinë. A e kupton? Për jini pak më të kursyer me Shqipërinë. Dhe Shqipëria ka kaq liri njerëzore, sa që në konferencë e shtypit të kryeministit të Shqipërisë,
zien një tenxhere gjatë gjithë kohës, edhe kryeministri vetëm buzëqesh. Tani ju uroj ta keni të mbarë këtë fund viti. Urdhro? Po shko dhe ti aty poshtë dritarës. Shko dhe ti poshtë dritarës aty se po atëherë çfarë problemi keni? Çfarë keni? Dëgjoj këtu. Unë shqetësohem nga çdo kush dhe për çdo kënd që ka një hall. Por për askënd që hallin e vet ka pushtetin. Kush do pushtet dhe lufton për pushtet, të vër tenda, të vër kujen, të hidhet për pjetë, tjetë i ri, tjetë i vjetër, tjetë si të doj, nuk është fare në hartën e shqetësimit mia, më kuptove? Kështu që, se po të ishin ata vërtet në hall, unë jam i sigurt që ti do shkroje te çadra e tyre, po ti e di që ata nuk kanë hall. Ose ti e di shumë mirë që halli kanë ata, kështu që është puna tyre. Duan të rinë në çadër për vitin e ri, të rinë në çadër për vitin e ri. Vend i lirë ky. Apo jo, tani ta bëj unë urimin apo ke edhe në një ndërhyrje tjetër? Ma jep këtë drejt, domethënë. Faleminderit. Me lejen që mora, ju uroj gëzuar. Sinqerisht ju uroj gëzuar. Do të jetë një vit i ri historik, sepse do të jenë 2-3 ditë pa tenxheret e rrugëve, dhe do të jeni pranë tenxhereve të nënave edhe të familjeve tuaja, kështu që ta kaloni sa më gëzuar, të keni shëndet, se shëndeti ka shumë rëndësi në familje, edhe vitin e ardhshëm ne punën tonë, ju punën tuaj, shiu punën e vetë. Shumë faleminderit.